dashje është shenja që arketipi i tillë është luftëtari. Ajo çfarë do të preket më tepër tek shenja e dashit është që do të fillojë të luftojë ose të forcohet së bashku me pjesën e tij të hijes. Do ta përdorë atë si mbrojtje për të ecur, për të evoluar dhe për të arritur një mirëqenie vërtet shumë të madhe. Arritjen e potencialit të tij të plot. Do të arrijë të përdorë dhe anën e tij spirituale, do të arrijë të përdorë dhe anën e tij materiale në mënyrë pothuajse perfekte. Problemi më i madh ose çështja që do të përballë më tepër është në lidhje me të ardhurat materiale. Vartësitë që ai vetë ka në çështjet financiare ose në çështjet materiale. Mund të përjetojë emocione shumë të thella dhe të kuptojë shumë mirë vlerën e tij të ndarë nga ana materiale, pra vlerën e tij si vetë si individ. Fillojmë që të kemi një rritje vërtet shumë të madhe sepse do të humbasi pikërisht atë gremçin që kanë parat tek ai, pra do të arrijë të kuptojë se ti thjesht si një mjet ose ti përdori si një mjet. Do të përjetojë ndjenjat e tij dhe intimitetin e tij në mënyrë shumë herë më të thellë. Kjo do të thellojë dhe lidhjet e tij aktuale, e njëjta që është e vlefshme dhe për lidhjet e reja që mund të krijohen tani. Këshilla do të ishte për shenjën e dashit që të shprehë ndjenjat e tij dhe të heqë dorë nga të gjitha lidhjet të cilat janë tashmë të kalbura apo jo efektive, në mënyrë që të mund të krijojë diçka të re, pra të rilindë.